Përshëndetje miq të mi, miq të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë me emisionin Erdhi Antillona. Siç po vret, sot jemi në fshatin Krajkov dhe mbrapa e meje janë disa vetura që rrallë kushi ka në Kosovë. E për historinë e këtyre veturave se si kanë mbjetu këtu në Kosovë besa dhe luftës së Kosovës, do të na flas më saktësisht vetë Esat Shala që gjendet këtu afër meje. Përshëndetje Esat. Si je? A je mirë? Si po kalon? Mirë. Esat, përkatësisht sot ne kemi arë për veturat, nuk kemi arë më të pysë për arkivat, po i dim krejt punën që ju duke e bo dhe faleminderit që po mundosh për me sjellë historinë tonë, mos me u harru historia jonë, lufta jonë. Po sot kemi me bisedu përkatësisht për këto vetura, se si ka mundësi që i keni, si po i mbani. Të pizgaverën e kam, është prodhem austriak, se shumë po më kritikujnë për pse pizgaver, kjo është prodhem serbë. Po. A prodhemi është austriak është, po gjatë luftës normale kam përdur forca serbe. Po. E të njëjtën kohë kam përdur edhe ushtarë të qykës. Pjesë ndryshme ka posë më shumë njënik në Deçan, edhe në pjesë koshore sa nejnej. Po, e që sa vite keni këtë veturë? Na kam që 2 vjetë. Kjo është mjetë ushtarak. E qysh ke ardhë në përfundim për me marrë këtë veturë? Ka një histori të veçantë kjo. Kom kërku shumë me gjetë pizgaverë Kosovë. E kom gjetë në Facebook e ka shti një person me emrin Mehmet, është i Lukit Baronit të Pejes. Edhe poshtë e kishti në Facebook me shit, i shkrujta, ja kom thirë në telefon, e s'ma ka telefonin, kom thirë shumë herë. E kom shku thash që ma thashtë e sa të shaullem, e kom mundësi me qirë telefonin. Edhe se ka hop telefonin, mas e kom që mesazhin, i kom thonë një pizgaverë e kinë shiti, po në gudzo me shiti. Tha pse po thoshtë, thash në gudzo, ashtë sa të vije marrën. Edhe tha shikoj, tha bëjmë një më të mjera, lokën një më të mjera. Tha shikoj ti, tha i Peje, thash bash Peje, tha i Lukit Baronit. Si ka thonë Lukit Baronit, thash në këto e morra atina. Se kam shokat, e kam shketë dhe në Krasniqin, familjes dëshmurit portë dhe në Krasniqit, Artan Berishin, luftar shumë i mirë u shikës. Edhe thash këtë eko restorant të Artoni, thash pije një kafë, të Artoni tha jam. Në më Artonin po të mboni dokumentar për Lukit Baronit ma herët lëpë shumë pizgaverë, po se ka dita që ka ishi jetina ko në padrën pizgaverë. E që sa vite ka rujtë? Prej mas lufte. Prej mas lufte. Edhe jam shku të jam taku me tonë, e na shku në Bartina. Kramina Bartina mbi Prokolistina, pizgaverit, edhe jam rodin, jam shtrajë. I kom thonë nuk zhypi prej Prokolicës pa morë. Thash 2 mundësi ki. Thash e ki me madhon, thash, ja kam me dollë thash në rrugë, shofa rrugë, kam me dollë në e kërë. Se vendosëm mos me zhryp. Ty është ty me tonë që ashtë, e na shku në kull të drejnë Krasniqit, edhe prej një më të mjera, rrë dhe këna po shmim në 4 mjera. Qysh, me Artonë edhe me Shkelzeni. Ta na e më njofti mu edhe thash që to, thash, nëse ma jep, thash ti mu 4 mjera, thash dhe që këtë ndërnis, thash 100 mjera e shes. Thash se e di vlerin tina. Po s'ka marrë thash për biznes, po më thash me mone e film. Për luftën e Kosovës. Edhe qatë më tha kine sa në mu. Thash po është 3 tere, ish prill, edhe tha të prez dhe me një shtaturë. Me 29 gësht, më thirë në telefon, në WhatsApp se numën e kam në Facebook, më thirë një njëri që më ka një mu shumë, Belel Gashë është në Gjakovës, jetë në Amerikë, edhe tha ki nevoj me të një mu në Esan, ndilën e bike i pare, mjë në parë të atina, thash kam e pagu një pizgarë, që shtë thash, dhe ku morë thash, verësi dhe me një shtatër, thash soki me pagu është 4 mjera. Unë gjatë bisedës me tonë në WhatsApp, ma qënë kudin e Behluli, edhe kom folë gjysore me tonë, dhe të nesit e kom ashtune, më shku i kom marrë partë në vija, edhe kom qu me mitë. Ka që kontribus dhe me thanë, po të ndimojnë shumë njerës? Mërgjimtar, po. Nivin ma ka bleja prap një mërgjimtar është Bardhel Salija, ajo është historikit, i cilë më ka bo një rrugë, dhe më 1 vjetë më ka qik një rrugë, për asmi, 400 euro në mujtë. Edhe atine e kom qu fotografinë, se më ka pëlqy, po nuk u konë kështë, qitë njyre ka pos, po tash me gritha më ka bo një shak i Mitrovicës. Nalët e kom dekoru, anash më ka dekoru Agren Hoxha. E pa këthejmë të pizgaveri prap,
Kjo ka benzinës, 2.5 motorin, po ka pas shpenzime shumë mëdha, po s'u ka bërë rahat kur. Apo. Edhe kena marrë me Fatën Spahijun, me jetën çfarë më jam ne ka s'm kujtohet bre. Jetën Hysejnej, edhe Nehat Muslijun. E kena marrë kena kthy dizel. Po. E kena bërë 1.9 me motor të gozit kas, dizel. E tash e ka motorin pa vdekshëm, edhe shpenzimet i ka shumë vogla. Po çfarë emocioni është me i vozit këto vëzhgjerajsa? Po më kritikojnë njerëzit, po edhe në anën tjetër kanë qef me bëu fotografi. Sidomos gjeneratat e vjetra, sepse normal në fakt, nuk i pa mohushëm, që në këtë mjet ushtarak kanë vrarë dhe kanë masakruar shumë shqiptarë. Ushtria e serbëve në atë kohë. Kem dëshmitar, kem njerëz që janë taku me ta. Prokalita duket shumë e vogël, po deri në 50 persona i kanë hyrë forca serbëve në këtë mjet. Gjatë luftës. E kanë qenë pjesë ndryshme të Kosovës, i kanë ekzekutuar. Edhe ky më ka shtyr më shumë me marrë me përdor si dëshmi të luftës, edhe me bë në film në të ardhmen. Sepse keni plan për me bë një film për luftën? Po bon tash Prishtinë me këtë mjet të bon, Prishtinë, Valem Bajgura ka bon, për protestat. Po nuk mundet më realizohet një film pa ky mjet. Sepse ky ka shërbyer në atë kohë forca serbe, domethënë, ku kanë marrë pjesë në luftime të ndryshme, ku kanë zonë për shembull. Çfarë kritika po thonë njerëz sa atë? Po nuk e din prodhimin, çdo herë mendojnë se është prodhim serb. Ana atë kohë Serbia nuk ka prodhuar. Është ka prodhuar Zvicra edhe Austria. Atë pjesëgavjen tjetër e kanë prodhim të Zvicrës. Edhe ato e kanë marrë Novobird, fol drejtorit Trepçës Faturnit, i cili më ka marrë pas një cent. Kritika ka shumë, po kritika s'nalen, në prodhim austriak, nuk është prodhim serb. Ndërsa niva është në nivën fakt që është prodhim rus. Po e 2003-s është. Kjo është prodhim i vjetërshëm, 76. Okej, a kishme pas mundësi me pa edhe nga brenda që zhduken, edhe mbrapa? Po kjo është në rregull, domethënë. Po nën 12.7 e ka Glinevin për mi është në rregull, funksional. Si e ban. Këtu janë qështu, kjo është murtaja 500, është në rregull edhe kjo. Kjo funksional. Murtaja 500? Po kjo është antitanks, që përdor gjatë luftës. Këtu i ka për kallasha me shtini që i ka vot atë ku. E këto ku i ke gjete sa të këto arma, që shmi thonë? Në përmalë që të në kasharën, pa shtrik. Apo, i ke gjete do me thonë? Po. Janë luftës? Po, kjo është luftës, po, kjo funksional është. Po, a? Dhe më vesh me ashti prejden. Prejdat e sojna e një mropa. A, po, a? Që hinjë këtë për shambull dhe aktivizohet. Të janë për dy vetat, motorën e kanë për para. A, po, okej. Këty i kota në këta hajt, milë 4x4, ku tjetë nga për trenet vështira. Po janë, është mjetë që është problem më rëtëlluat. Po. Për trene të vështira. Përkatësisht për luftë, për që ato ndoshta dhe i kanë përdorë. Po, edhe për pesha trona ma shumë janë. Edhe mbrapa tha që kjo prokulit s'ka pas mundësi me i zonë. Po, këty dhe 50 vetën hypë. 50 persona. Gjatë luftës? Po. Gjatë luftës. A më ka bo pak i bret dhe dronë si ka morë me ta. E shumë edhe tjetërën. Po, kjo është e kjo lartë kjo qaj kallasha, qaj kjo edhe qka? Ajo Gulinjava. A është funksional edhe? Funksional, po, funksional është. A da ato e ke gjithë? Po, ja kam hjek një pjesë mbrapa. E ku hinë fishekt. Për shkak që s'kem drejt. Po, s'kem drejt. S'kem drejt. E këto? Këtu janë zulla, e tash që ty prej edhat, hinë që të mërtojnë që e pëporzit. Po. Këtu janë pa aktivizu, 2 prej edhat. Po janë dëminune. E mranda shumë më pa dhe këtë... Po, kjo është për derivate, për naftë. Këtu janë për fishek. Këtu ku të metë në e kundles, katësinja. Këtu janë për mbrojtje në terenin në mala në e kundë puna mos me t'ine fatë. Po. Da nga në kësanë, shtu që shtu do këtë mrana. Mrana ka gjë komod po do këtë?
Po, 2003, pra dhe në 2003 është. E sa të duke u marrë ka shumë me temat luftës, këtë jeta jote është e kushtume do me thonë atë dheot. Po, mas lerat luftës më shumë. Po, a e ka një jetë sot i me u lodh në herë me këto gjana? Nuk lojnë njerës më lodh. S'po të lojnë njerës më lodh? Motivojnë qysh, moralisht. A ke pas raste kur jeni keq e sat? Po në varet, jam një keq ku po në qizime trauma për shumë të luftës. Po kështu po flasë nga bisedat... Po ka dëshpërime njeri. Kemi disa që janë kritikues, që mundohen me hedhë vlerë aty. S'koptojnë njerës, a dhe çdo herë. Si me rastin e veturës këto të nemi. Nuk mundën me koke njerës s'koptu shumë. Dhe pse të regën në realitetin të jesë. Ka kritika, ka fjallë mira. Nuk ju Po të shkojnë e vinë atë një jasës. S'jam i vorën prej komenteve prej fjallët njerëzve. E kam punën tam, drejtimin tam dhe e bëjmë me vullnet. Pa dhe nuk nona se gjithë herë gjojnë diçka më shumë për luftë. Po. Fata, videa, thamë për shumë se di marrë 20 kaseta, thamë diska madin hargjuhen. Po prapë thirë dikush, më duke që jenë pa fund. Dhe pse e mbo mi 30.000 € tash. Mbi 30.000 €. Edhe mbi 1.200.000 fotografinë. Ka auditorët në ndryshëm, luftës. Po më pëlqekje, po unë dhe bëjmë me vullnet. Mo është. Punë e paleshme, po është e mundimshme. Edhe psikikisht nuk është e mirë. Po familja sa të atojnë që i të përkushtu shumë, ma dhej diçka se... Familja thoi, për tash problemet e jetës së e ka dhe kërkujna. Se ka probleme shumë. Për shembull një video me publiku, dikujna i kanë vënën, dikush i kanë vënën, ka përqamje shumë mes njerëzve, mes komandanta, diqysh këtë e publikon një video të luftës, një aksion dikun, thirrin shumë komandanta në telefon, ja merite jam, ja unë e kom bon këto, filoni se ka bon, diqysh do të më shlyjnë qizimet, për shkak që mos me kriju në tarmen përqamje, konflikte të ndryshme. Po e sot ne kemi prit që jeni mirë me krejt. Qysh ka mundësi mu kanë ka që mirë me krejt e sot, se me gjdo njeri që unë e kum pas rastin me folje dhe është kap tema jote në tavolin, e gjdo njeri ka folje lafet mira për juve. Nuk ka pas kur që ka folje diçka të keqe. Po pa interes, pa interes. Pa kur farë përfitime. Pa kemi bu ndonjë kërkesë ndoshta për punën që tu e bo, që ju shumë kush mundet me bo atë punë, a keni bu ndonjë kërkesë pak nga shteti, me ju ndihmu për provat? Shteti, se di ju, ne i komon materiale shumë, për shumë në Institutit Krimit të Luftës, i komon hetosisë të Kosovës janë për krimit të luftës, po kështu mbështetje nuk kam asnjëherë. Nuk e marr asnjëherë. As financiarisht, as moralisht. Po bashkëpunim me gjithë, sidomos me televizionin kam bashkëpunim shumë mirë, me portale. E pse ke zgjedhur bashkë me televizionin, me pas bashkëpunim? Po televizion për krishterë këta që mujnë me argumentu, me shforës tamam atë punën tem që jam të e bon, sepse unë mujnë me qitë Facebook, po nuk mujnë me po këtë njerës. A televizionit janë aty ma mërmanja besoj që i kanë dha hëv, i kanë dha bujt në materialet të luftës. Dhe për këtë arsye nuk pritej me bashkëpunu me faktor keq. Jeta jote, sa të prej që zgjohesh mëngjes, deri të vish me flajt, ti jetu marrë me temat luftës, me dhe besa dhe punte e tua kur i kryn me vetura që i përkasin përkatësisht. Të shpia rollë rritë shpejnë. Dalë me nëgjes mos dhjes ku shkejna. Ja thirë dikush ma një qizim, janë një fatë televizioni janë tonë kuhen, me dëshmitarët masakra për shembull, takuar shumë shpesh. E çka don e soti si person me u arrit në fundit mbas gjithë kësaj iniciative? Po qëllimi jam është tash e kam bën një projekt, një shoqëri me Orbre e ka bën, mu ndërtu një muze këtu në fshat tamin, një teatr. Ku mbranti teatrit kam me kanë 120 ulse. Kam me kanë një projektor shumë i madh. Ku kanë më shfaq për shembull video të luftës gjatë gjithë javës, kanë me pas mundësi me pas studentat, shkollat, kanë me kanë zyre veçantë ku kanë marrë njerëz me kërkuar qizime, foto të luftës, video, ku kanë më dhuru dhe me atë video e qizime pa pagesë.
Kam me kam më bo një dokumentar njëherë një javë për çdo dëshmor, apo të mbjetun të një masakrës, që kam më shfaq në teatr. Kam me pas njerëz që kanë marrë me rrethy para publikit në teatr atë. Kam me konë një arkive brendshme me fetët luftës, po kam me konë një muze jashtëm, mjetet luftës, trupa, kundër ajror, sane që i ka përdorur si kjo edhe forca serbe gjatë luftës. E pas këtij fillimi ose themi kur të mbarojnë projekte, a mbaron edhe qëllimi yt, ndoshta nuk ka qenë qëllimi juaj? Nuk mundet me mbaru, sepse tani kam me dalë, tani në teren kam me dalë. Kam me ata shumë vinë, pajisjet, Po. edhe kam me dalë në teren me bo intervistat ndryshme, emisione, dokumentar, sepse mbi 90% njerëzve nuk kanë mujt, kanë prit dhe sot me orë dikush, edhe më janë marrë një intervistë për përjetimet të një që kanë posë gjatë luftës. Që 10% që për shembull që e ka fol, nuk e ka fol komplet realitetin, si ka më hapësirë mëlla. Së mësh me tregu për një masakër për shembull për një orë, 2. Unë mendoj që mediat e sot janë mundu aq shumë për mi bind me fol, po siç duket edhe pjesëtarët e luftës po hezitojnë me fol. Ndoshta me juve kishin pas edhe ma lehtë, duke marrë parasysh që keni kontribu për historinë e tyre, edhe kishte më qenë shumë mirë. Është një ide shumë e mirë, po desat ku punu në vend të Varabria një vetë, ma herët para një viti, të qëndrimi, e cilë më ka përkra shumë, më ka motivu shumë, se ka gjefra patrioti është i malë, në këtë drejtim. Edhe ku punu jashtëzakonisht shumë për këtë krimet e luftës, edhe me punën që këna bo me Amantinën edhe me qëndrimin. Ka rritë shteti Kosovës me bo shumë padi ndaj shumë njerëzve që kanë bo krime gjatë luftës në Kosovë, sepse na kur këna prunë teren, dhe me kena rritë me zbulu edhe njerëz dhe më ushtarë serbë që kanë bo për shembull masakrën në Krushe, kanë bo mbeje Gjakovës, edhe ata e kanë morë prokuroria shtetit i ka u ko interesu, një ka kështu aty një intervistat të një dëshmitarëve, edhe kanë arrit me bo dhe arrestime ndryshme me punën tonë që këna bo në teren, një vit, sa kom punu edhe. Do me thanë, e sati shumë shpejt pritet me u sjell në skenë, me një emision që i përkatësisht temave të luftës, apo? Po vetë si me bo atone, po do të më bo një ekip, e cila do të më pagu, ka më bo një fond i veçantë, sepse tash e kom hop edhe kanalën e YouTube-s me emrin Mision, dhe kom hop edhe një portal me të njëjtin emrin, TikTok-in edhe Instagram-in. Po nuk më bo vetë. Do të më pas gazetar shumë të mirë, për momentin bashkëpunej me Laureta Kelmendin, e cila është edhe ofertë ku më përshtatën me punu me tonë. Pse ka linë mas lufte, po e dënë kitë pjesën e luftës shumë, edhe na vynë në ekip majzionë në Tarmën, besoj që... Po apju përkra dikush për këtë misionin e ju? Po më ka përkra në Bezari që është fabrika standard e banesave, i cili veç më ka thonë për materiale kitone, për me ndërtu teatrin, është Rësem Mërkulli i Drejnës, edhe disa persona që më kanë emru sëd, edhe besoj që mendimin e individëve edhe përgjithësi mërgjimtarëve që jetojnë, se ata e më të dhemë shumë, ata e dinë ma shumë vlerën kalunës. Besoj që ka morë së se prillë veç me kom i përfundun. Super. Prandaj nga një njeri që na ka sjellë rrëfime neve, do ta shihim një njeri në kamerë ose në televizion, një njeri që po i merr rrëfimet e tjerëve. Po do të më dojë sepse... mirë se ajo kishë mund të bëhë këtë punë. E kom fitu provojnë për teja mas pare, ose do mas prej profesorit një stret plana, që kom punu mas gjati me tonë. Edhe provoj arrit vetëm për mes të një njerëzve, ju me lindë për shembull ti edhe me kon i dishëm për gjithë shka. Po ju keni përkushtuar 100% kësaj pune edhe për që ata nuk po dyshoj që ti mundesh me bëu mas mirë këtë punë, sa i përket këtyre temave. Po, soj me kon si gazetar për shembull, si ti soj me kon në teren. Nashta mundesh më kon edhe më i mirë sa. Se besoj. Nuk i dihet. Unë kam vetëm mi gjetë intervistues, njerëz, edhe dëshmi prap me dalë në teren me grumbullu, dëshmi, foto, video të ndryshme. Atëherë më të uroj shumë suksese për punën që duke e bo.
edhe kishmi pas dëshirë me këshyrë që funksionojnë tash këto vetura, sa në ardhëm përkatësisht për veturat, po qa me bu, nuk mujna pa hi pak... Po, e kam më dy tjera e kam që si ku morë. Po? E kam më një pizgaver si kur kjo është, pra më zistran, po kam më një njëjtë si kur kjo. A mujme me këshyrë po këto që funksionojnë? Po besojnë tarë më du të më rritë numën, po se besojnë Kosovë që ko mo. S'besojnë që kanë Kosovë ma? Pizgavera s'ko mo. Unë e përbes të raport që përshuk kështu live është të këti, si kur nuk Po, kom kjo funksional, kjo pizgaver është shumë funksional. Edhe unë e po ka pakat mendimin. To më ka, e ka zallit dhe me thonë, Gani Beka e Klodërnicës, e prëvër i lorë të Ushikës, edhe më kanë gjiros këtë gjyrë ushtarake. Po. Edhe pse ka pas gjyrën tjetër, po në Librez e ka pas si në gjyrë, luftarak. Se ka në gjyrë të kalter, të policisë, se dy në gjyre e ka në luft, kja edhe policisë. Kja ka e oshtrisë, e tjetër e policisë. E këto Gani Beka më kanë gjiros me vetë financin vetin. Pas një sëndë. Falë Zoti që egziston njerëz tillë që po kontribojnë. Po çdo dëshirë që se kam. Se përket pak shtetit këtu nuk jemi që po na përkrojmë shumë. Dhe mos çdo dëshirë që kam pas disa më ka realizu. Fal njerëzve vullnetar, njerëzve të mirë. Dhe mos çdo sa çat mashasyni besoj për 24 orë bon të jam ja. Jo me fort mia, po njerëz zotin. Po edhe punane sa për shtetin tonë, edhe ka njerëz që ta vlerësojnë punën. Pa i këta njerëzve dhe nuk i dërzu deri sot. Do të me vlerësu jo punën tanë, po të kalumën mas pare, edhe me atë ditë rëndësin më shumë lirisë. Se sa liria rasesht në kanë vujtë prej vitit 1824-1999, nuk kanë veç këtë 97-99. Po që 150 vjetin a kona në më të poshtunë dhe në konflikt për shtetit sërbë. Po. Çdo herë na hub betejën lirina. 1912, 1924, nuk ba me hub këtë betejë të fundit, sepse e kem faktet, e kem bagazhin, e kem dëshmitarët, incizimet, fotografit, vetëm do të punë serioze për kushtim këtë drejtim. Do të punë. Po të shohim tash. E sa të më falenderoj shumë, edhe po të uroj suksese në gjitha projektet që po i banë, e unë ndjejt nevojshme me thonë falenderit për punën që jetu e bom. Falenderit për juve, unë jam i gashim kërdo që të më tërme për sa i përket luftës, pa ku për kompenzime. Si gjithmonë e sati është gjithmonë i gatshëm për të bisedu bashkë, për të na sjellë të vërtetat e vendit tonë para publikut. Kështu që unë po ju la me pamje të këtyre veturave, përkatësisht se erdhëm për këto vetura, po me satin kështu janë bisedat gjithmonë. Po ju la me pamjet edhe shihemi në të shtunën e ardhshme.